19, data 19 qershor të 2025. Një ditë ku shumë ndikime, shumë ndryshime në lidhje me punën aktuale apo diçka tjetër. Mërkuri në katërkëndësh me Marsin duket se kanë disa ndikime, por duhet pasur kujdes ku Demi, Luani, Akrepi, Ujori që kanë të bëjnë me punë të rëndësishme deri në ora 12, nëse duan të firmosin një dokument, e të presin pak. Se nuk besoj se eri fundi botës, nuk e firmoset mbas dite, në ora 1-2. Por para ditja kërkohet vëmendje. Sepse ndikimi i Jupiterit që formon një gjashtkëndësh, është një kënd që ndihmon zgjerimin dhe çështjet e financave dhe të biznesit për sa i përket çështjeve të punës ose udhëtimet, ndikohet pozitivisht binjakët, peshorja, ujorit dhe diçetret ose ata që kanë ascendente në këto shenja.